Një ngjarje e rëndë ka tronditur mbrëmjen e së mërkurës kryeqytetin, ku një konflikt i çastit për një vend parkimi ka përfunduar në përdorimin e armës dhe ka lënë të plagosur një person. Mbrëmjen e 9 prillit në zonën e njohur dhe të frekuentuar në rrugën e Tibrës në Tiranë, 32 vjeçari Franci Canaj dyshohet se ka qelluar me armë zjarri ndaj Gerald Hoxhës, 29 vjeç, duke e plagosur këtë të fundit në këmbë. Sipas të dhënave paraprake nga burimet policore, bëhet me dije se konflikti mes dy të rinjve ka nisur për një vend parkimi. Debati ka degraduar në përplasje fizike dhe më pas në përdorimin e armës nga Canaj. Pas të shenave, autori është larguar nga vendngjarja në drejtimendet të panjohur, ndërsa forcat e rendit janë vënë menjëherë në ndjekjet e tij. I plagosur i Gerald Hoxha është transportuar me urgjencë në spitalin e traumës, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore. Fatmirësisht, mjekët bëjnë me dije se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka rrethuar zonën përreth dhe punon për grumbullimin e provave materiale dhe kamerat e sigurisë që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të gjithë dinamikës së ngjarjes dhe përkapjen e autorit të dyshuar. Ndërkohë, grupi hetimor po vjen punën për të përcaktuar përkatësisht motivet dhe rrethanat e incidentit.